أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الله عز وجل فلندرهم بريتي فعلا دنديم كرهم صلوات وسلامة يا درغي محمد صلى الله عليه وسلم familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejnë Allahut Azza wa Jall ndalemi në hijen e Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas është surja e sinqeritetit, surja e cila tregon besimin e sinqert të muslimanëve, tregon akiden, tauhidin, njëshmërinë, të cilën duhet ta manifestojnë besimtarët në formë që ta adhurojnë dhe ta besojnë Allahun subhanahu wa taala në formën e drejtë dhe në mënyrën me të cilën ai është i kënaqur. Suratul Ikhlas është sure e madhe, sure madhështore që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me anë të kësaj surës ka tregu besimin e njollë e të devijum të shumë feve dhe grupeve të cilët pretendojnë se besojnë Allahun Azza wa Jall. Suratul Ikhlas është sure e cila thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innaha ta'dilu thuluthul Quran. Thot sure e cila është me leximin e saj besimtari ka shpërblimin e leximit të 1/3 së Kuranit. Pra besimtari shpërblet me shpërblime të mëdha kur lexon këtë sure, e cila është e vogël në ajete kuranore, por e madhe në peshorën dhe në mizonin e Allahut subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas është sura e cila është kyçe e cila e harron dhe mbron besimin besimtarit. Tregon akiden e vërtet të muslimanëve, të besimtarve, se si ata duhet ta besojnë krijuesin e vet Allahun subhanahu wa taala. Që ne bën me dije se kjo sure krahas asaj që është madhështore, është edhe sure e cila në formë akademike ju asqaron besimtarëve me fjalë të modeste, e të thjeshta, e të lehta, besimin se si duhet ta besojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe nuk është e rastishme që kjo sure ka mbetë kaq e lehtë që edhe fëmiu i cili nuk din të flet, edhe fëmiu i cili nuk din që të lexon, është analfabet, nuk i njeh shkronjat, por me leximin e kësaj sure 2 apo 3 herë të një fëmijët e mëson përmend. Dhe për këtë jemi dëshmitar që të gjithë na. Se Allahu Azza wa Jalla e ka lënë liq të vetën që kjo sure të jetë e lehtë për të mbajtur edhe në mend. Që besimtari krahas asaj që e din, lexon këtë sure e mban edhe në mend, lutim Allahun që ta zbatojë. Suratul Ikhlas, shkaku i zbritjes së kësaj sureje, cila është Suratul Ikhlas? Kul huwallahu ahad. Kul huwallahi që e themi na. Që kjo sure e ka emrin Suratul Ikhlas, sureja e sinqeritetit, që tregon se besimtari e beson në formë të shëndoshë të mirë Allahun subhanahu wa taala, dhe se adhurimet, ibadetet i drejton vetëm këtij vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse vetëm ky meriton që të adhurohet, që të njësohet. Shkaku i zbritjes së kësaj sure do të përmenden kryesisht 2 shkaqe që thuhet që është njëri shkak për zbritjen e gjithë surës, disa kanë thonë për zbritjen e një ajeti të kësaj sure, e tjetri shkak është për zbritjen e tjetrit ajet të kësaj sure. Mushrikët e Mekës i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na e ban të ditën e të qartë, se për çka është Zoti jot. Shëni ata shkaku se kishin zotrat e vet, i kishin të ndërtuar nga guri, e nga druni, e nga hurmat, e nga argjenti apo ari,
ata mendoni se i tillë du të jetë edhe Allahu Azza wa Jall. Dhe i thamë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na tregon nga çka është i krijuar, i ndrejtur Zoti jat. Edhe erdhë gjevapi për Rabbul Aleminit. Shkaku i dytë që i përmenin disa dietarë i zbritjes së kësaj sure, ka thonë është si gjevap i besimeve të kotat që kanë qenë prezente në kohën e mushrikëve të Mekës, që kanë qenë, dhe thotë, besimi i mushrikëve, i politeistëve, besimi i krishterë dhe besimi i jehudëve, i qifutëve. Që ne banë me dije se kjo sure me pak ajete kuranore ju jep gjevap të 3 fejve, 3 bindjeve që janë të zakonisht burim i gjitha fejve tjera, pa më parasysh se si e mërton ata. Kjo sure e vogël me pak ajete kuranore gjitha këtyre fejve ju jep përgjigje për besimet e kota që i kanë, apo për pyetjet eventuale që kanë mundësi që t'ia drejtojnë Islamit dhe muslimanëve. Thot Allahu subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad. Qul është urdhën, thuaj, i cili urdhën i vjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do thotë o ti Muhammed thuaj. Se gjevapi i dytë që vjen është shkaku i trinitetit që është të krishtert, shkaku i 360 putave që i kishin mushrikët e Mekës, të ndërtuar në brendit të Qabës, dhe shkaku i besimit të kotë të qifëtëve që mendonin se Uzeiri është i biri i Allahut. Dhe Allahu zëri thotë, thuaj o Muhammed, përgjigju, pasi që ata të parashtruan pyetje, pasi që ata kanë dilema, pasi që ata kanë dëshirë që ta dinë Allahun Azza wa Jall dhe që ta njohin, thuaj jep va gjevapin, mos rrim pa gjevap. Duke ja bë me dije pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se për pyetjet atinve ka gjevap, se shkaku njëna nga arsyet e parashtrimit të këtyre pyetjeve ishte se ata mendonin se kur ta pyesin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për çka i është i krijuar Allahu, ata mendojnë se kanë me zonë ngusht pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se nuk do të ketë përgjigje dhe se do të ndikojnë negativisht në largimin e muslimanëve nga Islami. Allahu Azza wa Jalla ja çon gjevapin mbi 7 kaçi dhe i thotë kul në formë urdhërore të prerë, pa hamendje. Thuaj faqebartë, ashiqare, mirë dhe qartë ta kuptojnë ata. Huwallahu. Shiqoni, huwa Allahu. Kanë thonë, është përmend edhe huwa, edhe Allahu, edhe lafdhul gjelale, që gjevapi të jetë më i qartë, që tërheqja e vëmendjes dhe vërejtjes të jetë më i mirë, më shiqare. Thuaj ai, Allahu. Ka thonë këtu ka përgjigje e cila është njëra pjesë e pa qartë, tjetra është e qartë, e sqaron njëra tjetrën. Thuaj ai. Më njerë thot Allahu. Jo rastisht është përmend huwallahu, është përmend lafzul xhelale Allah, e cila e ka përardhën prej fjalës el ilah, që do thotë el ma'bud. Thuaj ai i cili meriton adhurimin, ahad, është një. Shënisin dhe lidhët ajeti kuranore. Thuaj ai i cili meriton të adhurohet, është një. Nuk ka tjerë pas tij që meritojnë të adhurohen. Allahu Azza është një. Është një. Nuk i përngjason atij askush. Nuk ka sikur zotrat e juaj që janë shumë. Nuk ka sikur se zotrat e juaj që janë numër të tepërt, e të madh, me emra të ndryshme. Allahu meriton të adhurohet dhe është i vetmi që meriton të adhurohet. Përgjigje e shkurt, e qartë, e cila dërgon mesazhin e duhur tek pyetja. Edhe gjevapi ju vjen atinve ashiqare dhe mirë. Thuaj o Muhammed, jeva gjevapin se ai Allahu i adhuruari është një. Është një. Dhe nga këtu kuptojmë
Meselën tjetër që del, mesele të ehli sunneti, se besimtari nuk guxon, është prishje e besimit dhe njollosje e besimit dhe tauhidit të thot vetëm ty. Vetëm ti mundesh. Vetëm ti e kryen këtë punë. Ja, vetëm Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ka fuqi absolute për çdo send. Gjitha fuqitë e krijesave janë të përkufizume, janë të mvarta. Për këtë shak, huwallahu ahad. Ai Allahu është një. Për çdo send ai është një. Është një në rrezik, i vetmi që dërgon rrezikun, është një në kader, i vetmi që përcakton kaderin, është i vetmi që dërgon smundjen, i vetmi që dërgon ilaçin, i vetmi që zbret të mirën, që zbret të keqen, që zbret shiun, që urdhënon diellin të lind, që urdhënon diellin të perëndon, është i vetmi ai Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka askush që i bëhet ortak Allahu subhanahu wa taala në asgjë, bukfalisht në asgjë. Thot Allahu azza wa vazhdim, Allahu samad. Shani, Allahu samad. La ilaha illallah. Vetë leximi i kësaj sure është aq mirë e radhitun, sa që dhe fëmijë i cili nuk din ta shqipton emrin e vet, e mëson përmend këtë sure. La ilaha illallah. Është mrekulli. Vetë radhitja e kësaj sure është mrekulli në vete. Fëmiu i cili nuk din ta shqipton emrin e vet, nuk din të flet, nuk din as të lexon, as të shkruan, këtë sure e din përmend. Nuk ka fëmijë musliman. Nuk ka fëmijë musliman. Pin një vjetë e tërma që se di këtë sure përmend. Radhë. Pak fëmija si din me thonë babi nani, dita lexoj edhe suretul Ikhlas. Kjo është mrekulli. Se dhe vetë radhitja e kësaj sureje është dhe me thonë mrekulli në vete. Allahu samad. Allahu. Ki adhuruari. Ki krijuesi i madh, të cilin gjitha krijesat e madhërejnë, e adhurojnë dhe madhështojnë, as-samad. Ka thonë dietarët, as-samad është për qëllim ennehu l-kamilu fi sifatihi. Se Allahu është i plotë në gjitha sifatat, në gjitha cilësitë. Allahu në pasuri është vetëm Allahu i plotë, në fuqi është vetëm ai i plotë. Dhe i cili nuk mvarët nga krijesat e tij, është i pamvarur nga ata. Sepse kur Allahu Azza wa Jalla është i plot dhe absolut në çdo send, është i pamvarur nga krijesat, të cilët krijesa i kanë fuqitë e përkufizuara, i kanë dhuntit e mangta, pa më parasysh gradën dhe sasinë që arrin në një segment apo aspekt të përcaktuar, megjithatë ajo është i përkufizuar. Pasuria vet është e përkufizuar, fuqia vet është e përkufizuar, inteligjenca vet është e përkufizuar, ndikimi vet është i përkufizuar. Çdo dikush për diçka është i përkufizuar dhe është i mangët. Vetëm Allahu Azza wa Jalla është ai i cili është i pamvarur. Edhe për këtë shkak, shumë dietar kanë thonë se konsiderohet mëkat dhe nga mëkatet e mëdha që thot unë s'kam nevojë për njeriu, kur thot unë s'kam nevojë për askënd. Vetëm Allahu është ai i cili s'ka nevojë për askënd. Na gjithë kemi nevojë për dikën. Dhe kemi nevojë për diçka. Pa marrë parasysh që arrim postin, pushtetin, pasurinë, fuqinë, evladin, mallin, ndikimin, megjithatë jemi të nevojshëm për të tjerit. Para mendone, sado që të ketë njeriu pasuri, çfarë qëllimi dhe pointe ka ajo pasuri kur jeton vetëm një njeri? Çfarë dobi ka nga pasuria e vet? Kur askush si flet, askush se don dhe respekton, çfarë dobi, çfarë pointe ka ajo pasuri? Padyshim se s'ka dobi, s'ka pointe, sepse është i varur nga komunikimi me të tjerët. Vetëm Allahu Azza wa Jalla është ai i cili nuk është i varur, është i plot në gjitha cilësitë, sifatet që i posedon ai Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se çdo krijesë është e mangët dhe ka mangësi përpas Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe të keni kujdes që fjalin
nga fjalori juaj ta fshini këtë fjali. Nuk kam nevojë për askënd. Kur kush s'm duhet mu, vetë e bëj këtë punë unë. Këto fjalë janë të hatashme, të rrezikshme, që kanë ndikim negativ e të thellë në tauhidin e besimtarit, në akiden e besimtarit. Ja dhe mbillah, këto fjalë arrin deri në shirk dhe kufër. Janë fjalë të rrezikshme që besimtari duhet që t'i zhduk nga fjalori i vet. Thot Ibn Abbasi radiallahu anhu, thot as-Samad el-kamilu fi ilmihi, se Allahu është i plot në diturinë e vet. Thot el-kamilu fi ilmihi, i plot në urtësinë e vet. El-kamilu fi izzetihi, thot vetëm Allahu është i plot në krenarinë e vet. Vetëm Allahu është i plot në krenarinë e vet. El-kamilu fi kudratihi, është i vetmi i cili është i plot, i përsosën në fuqinë e vet. Huwa el-kamilu fi kulli shay. Thot ai është i vetmi i cili është i përsosën në çdo send. Kështu e komenton Ibn Abbas radhiyallahu anhu fjalën as-Samad. Dhe të keni parasysh se fjala Samad si emër nuk ban mungjit të këthmit. Është haram me emërtu fëmijën me emrin Samad, por duhet të jetë Abdus Samad, sepse Samad është vetëm Allahu Azza wa Jall. Njeri është Abdus Samad, robi i Samedit. Keni kujdes? Edhe njerëzit që e kanë emrin Samad, mos e sillni me emrin Samad, por sillni me emrin Abdus Samad. Gjithani para shtojcën Abd, robi i Allahut, i cili është i pambarur nga krijesat e tij. Ndërsa na të tjerët njerëzit, krijesat, të gjithë jemi të mvarur nga njëri tjetri, por s'parer nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Lem jelid është për qëllim se shumë njerëz komentin e parë, përkthimin e parë, kur ja japin fjalës lem jelid, mendoj se është nuk ka lind. Është për qëllim se ati si përngjet askush. Se çdo krijesë ka lind prej diçkajt, përpas Allahut Azza wa Jall. Ai është i pari dhe i fundit, pa fillim dhe pa mbarim. Vetëm Allahu Azza wa Jall cilësohet me këtë cilësi, se është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Si qysh tek ndalimin këtë vit kuqe. Allahu Azza wa Jall nuk ka lind. Nuk ka lind. Sepse ai është i cili krijoi çdo send prej asgjaje. Me fuqinë e vet absolute, Allahu subhanahu wa ta'ala. Siçoni shpeshherë shejtani vjen dhe njeriu t'i bën vezvese dhe cytje në këtë dhe i thot prej kahit Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo pikë është e hatashme dhe rrezikshme që besimtarit i aprish akiden, besimin, tauhidin, dhe prej njëshmëri e shëndron në shirk dhe kufër dhe largim nga feja. Keni kujdes që kjo pyetje kur t'ju vjen në kry, thoni eudhu billahi minash shaitanir rajim, sepse është vezvese prej shejtanit. Allahu Azza wa Jall është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, dhe pik. Amenna wa sadaqna. Kështu kemi besuar në Allahun subhanahu wa taala. Lem jelid. Nuk kemi sikur të tjerët që mendojnë se zotrat e tyre kanë lind apo janë të lindur. Se kjo pjesë e këtij ajetit kuranor, thot Allahu subhanahu wa taala: "Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba." Thot: "Wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim." Thot Allahu subhanahu wa taala si përgjigje ndaj mushrikëve, ndaj krishterëve dhe ndaj jehudëve. Thot: si të ketë Zoti, si ka mundësi që Allahu të ketë fëmijë, kurse s'ka pas kur ortak. Kurse ai thot kur s'ka pas ortak, nuk është e mundur një gjë e tillë.
jep përgjigje atyre, sepse Allahu Azza wa Jall është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, që ta kenë të qartë besimtarët këtë pikë që është kyçe në besimin e ehli sunnetit. Se Allahu Azza wa Jall nuk ka pasardhës të vetë, jipet gjevap mushrikve, jipet gjevap krishterve edhe qifutve. Mushrik që ka thanë? Mushrik të Mekës thanë se melaqët janë bijat e Zotit. Krishter që ka thanë? Isa el Mesih ibn Allah, thot Isa është i biri Allahut. Kurse jehudët që ka thanë? Uzeirun ibn Allah, Uzeri është i biri Allahut. Shënë gjithë këta kanë këtë shkuptim në njohjen dhe në besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala, që është do të të prishje e besimit, që është kufër dhe dalje nga feja në vete. Dhe me fjallën lem mjelit, që janë do të thotë 5 harfe, lem, lam dhe mim, jam, la, da. 5 shkronja janë. Me cilët 5 shkronja, 5 harfe, ju jipet gjevap gjitha theve deri në ditën e kiametit. Kjo është mrekullinë e vete. Kurani nga mrekullit dhe veçoritë e vete e ka si me pak harfe, me pak fjalë, jep shumë gjevape. Kjo përgjigje është për gjitha fetë deri në ditën e kiametit, sepse gjitha fetë pa më parasysh devimin e kanë më të madh apo më të vogël, burimin e kanë nga këto 3 ideologji. Ideologjia politeiste, ideologjia krishtere dhe jehude. Dhe ajo, natyrisht, ateiste. Por gjitha këto kanë ndërlidhje të fortë njëra me tjetrën. Edhe ajo ideologji që është ateiste, është domethënë në vete politeiste. Shkaku se mendon se natyra ka kriju gjithësinë. Beson në natyrë. Edhe pse ata thonë se janë ateist, nuk besojnë në asgjë, por me automatizëm vetë pojnë se besojnë në një farë natyre që as vetë se dinë çka është. Sepse edhe vetë kur themi ateist, ai vetë terminologjia apo termi ateizëm është i keq përkthim, që thënë nuk besojnë në asgjë. Jo, ato vetë thënë se besojnë se natyra ka krijuar çdo send. Thotë besoj kanë natyrë. Edhe ateistat kanë burimin nga politeistat që janë do thotë mushrikët, që na i themi mushrik. Por i përmendi fjalë shqipe që t'i keni parasysh dhe t'i dalloni fjalët prej fjalëve. Volem julet e as që ka lindu. Allahu Azza nuk ka lind nga askush. Ai është i pari pa fillim, thamna, nuk ka fillim dhe i fundit pa mbarim. Nuk ka lind Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu na muslimanët e kemi besimin në Allahun subhanahu wa taala. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fjala walam dhe ati nuk mund të bëhet rival askush. Dhe Allahu Azza wa Jalla nuk mund të bëhet rival askush. Këtu mohohet dhe përjashtohet çdo mundësi që dikush t'i bën rivalitet Allahu subhanahu wa taala. Me vetë fakti se Allahu thuaj Allahu është një. Kul huwa Allahu ahad. Ai është një në fuqi, në krijim, është i vetmi, i cili do të thotë ka mundësi dhe ka fuqi absolute, mundësi absolute, dhe do të thotë nën sundimin e tij janë toka dhe qejt. Nën sundimin e tij janë toka dhe qejt dhe çdo sen që është në të. Dhe askush nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe me këtë formë, kur besimtari beson Allahun azza wa jalla në këtë mënyrë, e ka mbrojt besimin e vet nga çdo njollosje. Sepse suratul Ikhlas është ikhlasin tauhid, jo në ibadet. Është një kategori më e madhe se ikhlasi që është në ibadet, që tregon se ti edhe në besim, që është esenca,
mbi cilën esencë ndërtohet edhe ibadeti më vonë, ti e njëson vetëm Allahun subhanahu wa taala. Ti ke bindje të fortë se Allah është një i vetmi. Para se të bësh vepra, para se të bësh ibadet. Kjo është domethënë një bindje abstrakte, e që nuk është konkrete, që më vonë ai rezulton me vepra konkrete që e ka emrin ibadet. Por ti parimisht beson se Allahu është një i vetmi. Allahu Samad, se Allahu është i vetmi që është i plot në çdo sens dhe është i pavarur nga krijesat e veta. Lem yalid wa lam yulad, i mohon gjitha fet tjera dhe bindje tjera të cilat janë të kota se Allahu nuk ka lind dhe nuk është i lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe ati askush nuk mund që t'i bëhet rivalitet. Nuk mund që t'i bëhet rival. Askush. Dhe secili që ka pretendu rivalitet kundrejt Allahut azza wa jall, fundin e ka pas me shkatrim. Fundin e ka pas në nënçmim, e të poshtrum. Dhe kur besimtarët ta kuptojnë suret e Ikhlas si duhet, nuk i frikën askujt, përveç Allahu subhanahu wa taala. Nuk shpresojnë rrezikun nga askush përpas nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk lejnë që rreziku të bëhet shkak që ata të bëjnë gjuna dhe mëkate. Se lejojnë sepse ata e dinë se rrezikun se bie banka, se bie kamata, e bie Allahu azza wa jall. Nuk e bie njeriu, nuk e bie shef, nuk e bie firma, e bie Allahu subhanahu wa taala. A e dinë fort mirë se ajo është i varur nga Allahu subhanahu wa taala për çdo send. Ai për çdo nevojë të vetën drejtohet te Allahu azza wa jall, jo te njerëzit. Por s'parir drejtohet tek Allahu subhanahu wa taala, e pastaj i lip sebepet të njerëzit, por s'parir troket në derën e Rabbul Alaminit me dua. Dhe lut Allahu subhanahu wa taala që t'ja lehtëson. I mohon fet politeiste, ateiste, krishtere, qifute, i mohon lem yalid wa lam yulad, ata besojnë se Allahu ka pas çka fëmijë, ata besojnë se zotrat e tyre janë të lindur, që është besimi i kotë. Dhe na prej fillimit e din se këto besime janë të kotë, dhe çdo sen, çdo material që vjen nga këto besime e dim me automatizëm prej fillimit se është i kotë, është i papranueshëm. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dhe si ka frikë askujt përveç Allahut, se Allahut nuk ka mundësi askush që t'i dalë përballë dhe karshi. Dhe se Allahu azza wa jall kur don diçka të bën thot kun feku. Lutja Allahun azza wa jall që të na ruaj imanin, që të na ruaj besimin, që të na ruaj tauhidin, që të na ruaj nga njëllosja e tauhidit dhe që të na bën nga ata që vdesin si njësues të Allahut subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej për durimin.